dhe mund të tregojë ndonjë lidhje familjare dhe biznesi me aksionerët e Pakicës në koncesionin 140 milion euro të aeroportit të Vlorës. Po ju kërkoj ta pyesni Belinda Ballukun dhe jo Edi Ramën, sepse ju e dini që kryeministrin e keni peng tek Belinda Balluku. Për ndryshe nuk ka asnjë shpjegim tjetër që Edi Rama mban ende në detyrë, si kraun e tij djathtë në qeveri, një të pandehur për abuzime me detyrën nga prokuria e posaçme. Për ndryshe nuk ka asnjë shpjegim tjetër pse Edi Rama i ka lënë një të pandehur për abuzim me tenderat gati 1 miliard euro fonde nga projekt buxheti i ri i vitit 2026. Për ndryshe nuk ka asnjë shpjegim pse Edi Rama hesht i dorëzuar përpara të pandehurës së prokurisë posaçme, madje sot bëri edhe avokatin publike të saj. Ata janë bashkë në krimin e vjedhjes së buxhetit të qytetarëve shqiptar. Prandaj, kolegë deputet, nëse doni të kuptoni çfarë bëhet me qeverinë tuaj të korruptuar, kush do t'i marrë fondet e këtij buxheti, a do të kenë ndonjë copë mish tuaj të dukshëm dhe të pak dukshëm që blen vota për ju dhe duhet t'i shpërbleni, mos e lodhni kryeministrin. Prej 31 tetorit, ai është vetëm figurant në qeveri, pyesni të pandehurën e prokurisë posaçme Belinda Balluku. Ajo mban realisht çelësat e qeverisë dhe është e vetmja që ka fuqinë të përdor Edi Ramën. Ky është çmimi që kryeministri i Shqipërisë po paguan personalisht për sistemin e korruptuar që e ka ndërtuar me duart e tij. I marr peng nga zëvendës kryeministria, i marr peng nga partnerët e krimit organizuar dhe kartelet e drogës që janë shpallur sfundmi edhe non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri u kujton atyre lehtësira, leje, ndërtimi dhe çdo mundësi tjetër për të pastruar para. Ata në këmbim blejnë vota për të siguruar vazhdimsinë e pushtetit jo të Edi Ramës, po të pushtetit tyre. Prandaj ky buxhet nuk është as më shumë dhe as më pak, por fatura e pengmarrjes së kryeministrit nga korrupsioni dhe krimi i organizuar, një faturë që shqiptarët po e paguajnë më shtrenjtë se kushdo, dhe një faturë që ne refuzojmë ta firmosim, sepse ky buxhet është prova se Shqipëria sot nuk qeveriset. Ajo shfrytëzohet dhe ne jemi kundër një buxheti që mbron të pandehurit dhe jo qytetarët. Jemi kundër një qeverie që i shërben krimit dhe jo njerëzve. Ne votojmë kundër për të mos u bërë si ju, noter të pengmarrjes nga krimi dhe korrupsioni. Ne votojmë kundër sepse jemi me Shqipërinë dhe jo me pengmarrësit e saj. Faleminderit. Faleminderit. Referuar në 73.2 rregullores, ka pyetje për Ministrin e Financave? Pra, pyetje buxhetin që u përgjigjet Ministri i Financave? Nuk ka, atëherë vazhdojmë me diskutimet. Urdhro. Zoti Ministër, patëm një debat në Komisionin e Ekonomisë në lidhje me listën e përfituesve. Nga përfituesit e shlyerjes së borxheve janë 1.7 miliard euro, 202.000 tatim pagues, 60% prej cilëve i kanë mbyllur bizneset e tyre, janë jashtë tregut. Sot 40% do të përfitojnë nga ligji i shlyerjes së borxheve. Zoti Ministër, në emër të grupit parlamentar ju kam kërkuar një listë të gjithë përfituesve që të paktën janë mbi një nivel. Le të themi 1 milion lek, 5 milion lek, një nivel të pranueshëm që edhe për juve të jetë më e thjeshtë. Cilët janë përfituesit më të mëdhenj të shlyerjes së borxheve? A ka përfitues nga kjo listë të cilët janë akuzuar për evazion fiskal? A ka përfitues të cilët janë akuzuar për korrupsion? A ka përfitues që kanë marrë tendera nga qeveria e Shqipërisë? A ka përfitues që janë koncesionar të qeverisë shqiptare? Zoti Ministër, kjo është falja më e madhe e borxheve që ndodh në këto 34 vite. Dhe unë besoj që në këtë parlament edhe për kolegët e majt
nuk mundet që të votojnë një ligj pa ditur se cilët janë përfituesit. Ky parlament duhet ofroj transparencë, ju duhet ofroni transparencë. Dhe në të gjitha çështjet e buxhetit dhe pyetjet e buxhetit, ne nuk bijem dakord për shumë gjëra të cilat lidhen me politika që ka qeveria dhe ndoshta kështu është. Ju keni politikat tona, ne kemi qëndrimet, ju keni politikat tuaja, ne kemi qëndrimet tona. Po lista e përfituesve të shlyerjes, të faljes së borxhit duhet jetë publike, duhet jetë transparente. Nuk mundet ky parlament symbylllazi t'i fal detyrimet të atim paguzve, ndërkohë që qindra mijëra biznese janë mbyllur, kanë dalë nga tregu vetëm si rezultat i taksave të larta dhe i kësaj politike taksash me 6 nivele. Faleminderit. Zoti Sheaj, pyetje. Faleminderit zoti kryetar. Tani kryeministri sapo foli për atë që keni quajtur paketën, jo paketën, për faljen në pak fjalë. Zoti ministër, mund na i shpjegoni një sekond tani, sepse ju po thoni që kushdo mund të ribëj një rideklarim të ardhura apo të fitimeve, flasin për kompanit, dhe mund të shtojnë fitimin dhe duke paguar 5%, vetëm 5%, praktikisht legalizojnë parat, le të themi, të një evazioni fiskal të mundshëm. Pastaj ka mundësi të flas prapë zoti kryetar, apo një pyetje s'ka, vetëm me një pyetje kemi. Pyetjen edhe përgjigjet. Po, në lidhje me këtë pyetje unë do të marr një përgjigje, se s'kam si të bëj një pyetje tjetër, po s'mora përgjigje. Si qa është? Ti je kryetari i Kuvendit tu? Ti je kryetari i Kuvendit? Zoti Sheaj, do keni kohën tuaj për të diskutuar ku mund të adresoni. Jo, unë dua të bëj pyetje, kjo është shumë e rëndësishme zoti kryetar. Shiko, e di pse pyes se nuk është dialog. Më falni, që të shpjegojmë. Që të shpjegojmë. Atëherë, këtu kemi të bëjmë me një rrezik shumë të madh, sepse nëse ju hapni këtë mundësi, praktikisht kushdo që ka para të pista në Republikën e Shqipërisë për të pastruar, paguan 5% dhe i pastron. Jo gjoba, jo. Kryeministri foli, jo, nuk janë gjoba. Përveç se kryetari i Kuvendit edhe ministri i Financave. Tani, këtë duam të kuptojmë nga ministri i Financave, nëse unë, shikoj, e bëj shumë të thjesht, zoti ministër, shumë të thjesht. E di që është e vështirë të bëjnë gjërat e thjeshta, se ju i bëni qëllimisht të ndërlikuara që mos marri vesh askush asgjë. E zëm se unë me kompaninë time, vitin e kaluar, kam deklaruar 100.000 euro fitim. Dhe ka... Të përfundoj pyetjen. Më lejo ta përfundoj, zoti kryetar. Dhe nuk kam deklaruar 100.000 tjera e zëm. Tani, unë si përmarrës, do kisha mundësi që të deklaroja të 100.000 që kam fshehur duke paguar 5%? Kjo është pyetja, zoti ministër. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Koreshi, pyetje. Nuk do të tu. Zoti Blushi, pyetje. Po, tani po. Kam disa pyetje në fakt për zotin ministër, shpresoj që koha e limituar të më mundësoj të i adresoj të gjitha. Së pari, zotin ministër, unë e kuptoj që aferat e korupcionit dhe tunelet ju kanë detyruar t'i ktheni sy nga pensionistët, por pyetja ime drejt për drejt është që çdo pensionisti, ju si mazhorancë, në qytet i detyrojeni rreth 1.164 euro në vit dhe çdo pensionisti në fshat rreth 482 euro në vit, para që ua keni mbajtur për shkak të mos indeksimit të plot të pensioneve në raport me inflacionin real të produkteve ushqimore. Kur do ua u ktheni këtë borxh pensionistëve? Pyetja e parë. Pyetja e dytë. Në Komisionin e Ligjeve ju deklaruat se për këtë vit nuk keni parashikuar asnjë mbështetje për inceneratorët. Pra një nga aferat më të mëdha të kësaj mazhorance. Ndërkohë në buxhetin e vitit 2026 janë 1 miliard lek për inceneratorin e Tiranës. Është në buxhetin tuaj kjo gjë.
Tani, o gjenjeni ju, o gjenjen buxheti. Mund të na e ndani këtë. Pyetja tjetër është, në lidhje me një sektor i cili ze gati 40% të punësimeve në vend, e kam fjalën për sektorin e bujqësisë. Çfarë masash keni marrë për zhbllokimin e fondeve të IPARD-it? Se dakord po mbështesni bujqësinë, por edhe pse në fakt referuar po këtij buxheti, më konstatoj ka një ulje të shpenzimeve në raport me Ministrinë e Bujqësisë. Kur do zhbllokohen 112 milion euro ndihmë për bujqësinë? Pyetja e tretë lidhet me eksportet. Si ka mundësi që Përfundoni pyetjen. si ka mundësi, zoti ministër, që eksportet nga viti në vit shënojnë në rënje? Me çfarë mbureni ju? Referuar edhe këtij buxheti, por referuar eksporteve të vitit 2024, eksportet rradhën me 15%. Dhe i referojmë Institutit të Statistikave të Qeverisë. Nuk po marr institucionet e tjera.